Lajrt Vasili ditën e djeshme, e diel, zhvilloi një debat të ashpër me Gjestin, ku përfshiu edhe fenë islame. E di kush thot Allahu Ekber, ata që presin koka, ka qenë deklarata e tij që nxiti reagime edhe në rrjet. Kjo deklaratë, e cila ka shkaktuar zemërim dhe shqetësim mes shumë anëtarëve të komunitetit musliman, është parë si një sulm të hapur ndaj një besimi që ndihmon mira njerëz të gjejnë paqe dhe qetësi në jetën e tyre. Shumë qytetarë kanë quajtur këtë një shkelje të rëndë të drejtave të njeriut, duke kërkuar që Lajrt Vasili të përjashtohet nga programi i debatit për deklaratat e tij të papranueshme. Megjithatë, vetëm një ditë pas këtyre komenteve, duket se aktori shqiptar ka ndëruar mendjen në lidhje me qëndrimin e tij. Ai është afruar këngëtarit Pejan, i cili kishte qenë pjesë e diskutimit dhe në një mënyrë befasuese i ka kërkuar falje publikisht. Kjo lëvizje ka shërbyer si një reflektim të rëndësishëm mbi nevojën për bashkëpunim dhe mirëkuptim mes individëve të ndryshëm, pavarësisht nga besimi apo kultura e tyre. Video të shumta që tregojnë viktimat e incidentit janë publikuar në TikTok, ku Lajrti u sheh duke e ftuar Gjestin për të u lutur së bashku për gjithë shqiptarinë. Kjo është një lëvizje që nënkupton një përpjekje për të healja e marrëdhënieve mes tyre dhe një sinjal i rëndësishëm për shoqërinë shqiptare, e cila është shpesh e ndarë për shkak të diskriminimit ndaj grupeve të ndryshme. Gjestin, i cili nisi të falë namazin në obor, e pranoi këtë ofertë dhe duket se ndihmoi në ndërtimin e një atmosfere më të ngrohtë dhe përfshirëse. Ky moment tregon se dialogu dhe falja mund të luajnë një rol kryesor në shoqëri, sidomos në një kohë kur ndasit janë të thella. Për shumë ndjekës, ky veprim është parë si një tentativë për të pastruar imazhin e tij pas deklaratave të ashpra. Ndjekësit shprehen se është e rëndësishme që individ publik të marrin përgjegjësi për fjalët dhe veprimet e tyre, veçanërisht kur ato kanë ndikim të gjerë në shoqëri. Shumë njerëz besojnë se Lajrt Vasili duhet të marrë një qasje më të kujdesshme në lidhje me temat që trajton, për të shmangur fërkime të mëtejshme mes komuniteteve. Për më tepër, ky incident ka hapur një diskutim të gjerë mbi tolerancën fetare në Shqipëri. Sipas statistikave të fundit, popullsia shqiptare është një përzierje e pasur e besimeve, duke përfshirë musliman, katolik dhe ortodoks. Shumë njerëz besojnë se vendi duhet të ketë një qasje më proaktive ndaj ndihmës dhe mbështetjes së harmonisë ndërsjellë mes këtyre grupeve për të evituar tensionet e mundshme. Denonconi dhe vlerësoni çdo ngjarje që ndodhi, qytetarët e Shqipërisë duhet të angazhohen për të ndihmuar në ndërtimin e një shoqërie që respekton dhe vlerëson diversitetin, duke promovuar dialogun dhe mirëkuptimin si mjete për paqen. Vetë Lajrti mund të shërbejë si një shembull i parë në këtë rrugë, duke demonstruar se çdo individ ka fuqinë për të qenë një agent ndryshimi në jetën e atyre që e rrethojnë.